vajdëm pse kërkuam rrogat. Pse kërkuam rrogat atje, ne? Edhe na filmoi njeri i bashkisë, çaj kishte ai nip, çaj ka ai, ja hodhi sheros ai. Ai, ku vajdëm sot në ndërmarrje, tha Elona ti e që na puna Majlinda edhe Tatjana. Për qa bera pse kërkova rrogat. Ja kjo. Sa është rroga që ju 380. Ju avonojnë gjithmonë? Na i vonojnë 1-2 muaj. Na i edhin rrogat edhe edhi një ai. Se edh 2, ai edh 1. Tani qa faje kemi në? Elona, ke marrë një veprim ekstrem. E ka marrë. Do të ishe hedhur nëse nuk do t'i jepeshin rrogat, çfarë të thanë? Po tani njeriu edhe qa s'ben. Mendje qa s'ben e njërë, po sto o që na puna, jo se ku se rrogat, qa do bëjmë? Se kërkon drejtën tende dhe hajta iqin punëtori na puna e? Se zgjodhe këta? E zgjodha se kjo e zgjidhje, se s'ke ku ta zgjidhësh tjetër. Nuk ke ku e zgjidh. E ke bërë dhe herë të tjera? E kam bërë. Është herë e tretë. Pse e ke bërë? Po ja, më kanë hequr na puna mua. 2 herë kanë bërë edhe sot 3. Mi që vonoj rroga, po të hiç kanë edhe na puna. Kjo është. Ti sa persona ushqeni me këtë rrogë? Veti 3. E ka me 2 kalamajq edhe buri. Buri është i smur me kemi. Sa është rroga të del për... Po s'del me shtytur. Me të ikur për dyqane, bordi. Çfarë mendove kur ishe lart në kull? Qa mendova? Thashu mas me jep një rrugëzidhje media, thashu se me bashkin jo. Vajde kisha gjinë në mëngjes në bashki, tuan ata hiç nuk të... Çfarë të ka thënë kryetari i bashkisë? Qa më tha kryetari i bashkisë tani, ku vajda unë tha i pse s'më pritet, i qa pritet i thashu një fshijeni, thashu. Ku vete unë e thoni, është privata i thoj, ku bet problemi që bet i madh, atëre të përcjellin. Tani je pushuar nga puna apo je në punë? Jo, tani më futi. Tani ko të pjo ati më që s'pite? Më thanë që hajde se do të zbresim, do fusim në punë. Po rrogën e more? Jo, akoma s'është marrë rroga. Nëse një ditë tjetër do të jetë po të njëjtat probleme, çfarë do të bëni? Mama vetëm mos më edhin, se mua nuk e di çfarë do bëj pastaj, po të më heqin në punë. Se me ndjesh ajo, ja i për në ti, e majtë asaj, të rëshkiti kema re. Po e o që tjetëri kotherën e butë e është gjakot. Me qa do hajnë në ta fëmit? Nuk e rrugëzidhe tjetër pse këto veprime ekstreme? E bej se këshu është. Këshu është unë në punë isha, qa bera? Ata vënoj rrogat. Mos i vënoj rrogat, a mi që i vënoj, po të eqe edhe na puna, për qa? 8 orë. Dalim në orën 3 natës, deri në orën 9. Ju punoni në pastrim? Pastrim. Po shoqet e tua, janë të gjitha në punë tashme? Ato tjerat janë, po 3 u futëm tanine. Po me qa motivacioni i heqë nga puna? Pse e heqë? Pse vajtë bashkit, kërkove lekët. Se u ankuat? Mos kërkove lekët, se të heqë nga puna të dhe. Jeni të siguruara me regula në punë apo punoni në zezë? Ku digje, unë atje ne marim sigurime digje. Jo, ata sigur me metë, ata ku e dim, s'kemi pa në gjene. Ku shishin të sa jam pa shkollë. Keni kontratë pune? Mo kanë berë kontratat, apo digje, ata kanë sjellë një kontratë atje, po ku digje? E ka sjellë tani, janë shpatësë. Qa bëjmë ne? Ne na oqin a puna, jepëm lartë. Se këtu do ta zjedësh aty, vetëm të ku, ose vend tjetër nuk e zjedë të bashkë. Sa lekë dhe është fjallë? Po 380.000 lekë. Ju vetëm të ardhën keni? Ate kam. Me një burë të sëmur, ate kam. Se duhet me eqin a puna, qa bera, asë që zbera. Po arsyeja, cila ishë arsyeja? Se vajtëm kërkom lekë, për të atim bashkë. Po kjo ndërmarrë private apo shtetërore? Po, private, gjysëm për gjysëm është. Ju vonoj shpesh rrogat? 1-2 muaj gjysëm, edhe një ata. Të sa është pagesa mujore ju? 380. Pra aq bëhet fjalë. Shu, hajde ti jeni mirë pafsh. Të hoqën apo të pushuan se kërkuam lekët. Po pse hipe në majtë Po i shumë se na u detyruan. Po pronari firmës çfarë ka thënë për lekët? Në ka thënë gjë gjitha lekë. Sa ndenjët? Po dhe ka të drejtë se ka fëmijë.
që s'ka e throkur, po na punë së veç. Po të çare. Ta e çështi. Unë me te ushqem, rrugët po fshi, nuk jam në në atë, te zyra. Shumë keq. Çfarë me nuk. Mori mami, ç'a bën? Kush është që jeni mirë?